Portofoli instrumenteve të borxhit të qeverisë i zotëruar nga investitorët e jashtëm arriti në 20 miliard lek në mesin e këtij viti. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, vlera e investimit të subjekteve jo rezidente në letrat e borxhit sovran të vendit u zgjerua me afërsisht 6 miliard lek ose 43% që nga fillimi i vitit 2025. Investitorët nga jashtë vendit mbajnë aktualisht rreth 2.5% të stokut të borxhit të brendshëm të qeverisë shqiptare nga 1.8% që zotëroni në fund të vitit të kaluar. Këto shifra tregojnë se roli i investitorëve jo rezident në tregun e brendshëm të titujve qeveritar është në rritje. Vlerësohet megjithatë se rritja e investimeve të tyre ka ardhur sidomos në 3 mujorin e parë të këtij viti, ndërsa në 3 mujorin e dytë ka pasur një frenim të ndjeshëm për shkak të rënies së jelldeve. Sipas Bankës së Shqipërisë, norma mesatare e ponderuar e interesit për titujt afatshkurtër për 6 mujorin e parë të vitit ra në 2.8% nga 3% në 6 mujorin e mëparshëm dhe nga 3.5% një vit më parë. Për shkak të peshës mbizotruese, ecuria e normës mesatare të interesit është përcaktuar nga norma e interesit për titujt me maturim 12 mujor, e cila është luhatur në nivele 2.7 deri në 2.8% gjatë periudhës. Me gjithë normat e ulta të interesit, kërkesa e investitorëve ka qenë relativisht e lartë dhe nevojat e qeverisë për uamarrje afatshkurtër janë përmbushur në rreth 90% të rasteve. Ndërkohë norma mesatare e ponderuar e interesit për titujt afatgjatë ra në 3.7% nga një mesatare prej 4.6% dhe 5.1% në 2-6 mujorët e mëparshëm. Pjesëmarrja e investitorëve të huaj në tregun e instrumenteve të borxhit në lek të qeverisë shqiptare nisi në 2024 me fokus kryesisht investimi në obligacione. Megjithëse profili i investitorëve është i mbrojtur nga rregullat e konfidencialitetit, burimet për monitor bëjnë të ditur se bëhet fjalë kryesisht për investitor institucional, hedge funds, që kanë vendosur për herë të parë të përfshin edhe obligacionet në lek të qeverisë shqiptare në portofolet e tyre.